Qeveria ka ndërprerë funksionimin e bordit të transparencës për karburantet, mekanizmi që monitoroj dhe kontrolloj çmimet për disa muaj. Bordi, i cili u rikthye në funksion në mars të këtij viti, shpalli vendimin e tij të parë në 20 mars. Ky mekanizëm e mbylli aktivitetin e tij të mërkurën, ku nafta u vendos të shitej me 176 lekë për litër, ndërsa benzina me 166 lekë për litër. Ministra e Ekonomisë Delina Ibrahimaj shpjegoi se ky vendim vjen si pasojë e stabilizimit të tregut dhe rënies së çmimeve ndërkombëtare. Përfundimin e situatës së veçantë në tregun e hidrokarbureve, më ndryshe thënë, ne sot vendosëm që do të ndërpresim bordin e transparencës, i cili prej disa muajsh tashmë është në funksion në zbatim të ligjit dhe për hidrokarburet. Kanë qenë disa muaj të cilat kanë pasur luhatje të rëndësishme të çmimeve të karburanteve dhe në fakt prej më shumë se 2 javësh çmimi ka ardhur duke u reduktuar, çmimet e bursës janë stabilizuar, siç edhe jeni bërë me dije në kontekstin gjeopolitik është arritur një marrëveshje dhe kanali Ormuzit do të zhbllokohet, pra situata në linjën e mesme tashmë ka më pak paqartësira, tregu i hidrokarbureve është stabilizuar dhe kjo është arsye pse ne vendosëm që ta përfundojmë funksionimin e bordit të karburanteve. Në konferencën për media, ministra Ibrahima ju përgjigj edhe interesit mbi projektin për zhvillimin e zonës së Zvërnecit. Ajo theksoi se interesi i investitorëve të huaj është i lidhur ngushtë me vlerat mjedisore të zonës, duke shtuar se mbrojtja e natyrës mbetet prioritet. Në fakt, ne që prej fillimit të protestave kemi bërë të qartë dhe transparente që ne nuk kemi ende një projekt për zhvillimin e zonës, për ndërtimin në zonën e Zvërnecit. Pa diskutim që janë duke punuar arkitekt të njohur, janë duke punuar studiues dhe inxhinier të cilët merren me ndikimin në mjedis, janë duke punuar arkitekt të peizazhit, siç kemi deklaruar në disa dalje publike për të sqaruar publikun që jemi në fazë ende të një studimi dhe të një projektimi. Qeveria shqiptare nuk e ka një projekt final që mund të ndajë me publikun. Unë jam e sigurt që në momentin që do të na vi një propozim, ai do të jetë një propozim i cili do t'i plotësojë të gjitha kushtet mjedisore, është shqetësimi ynë kryesor që të gjitha ato standarde të mjedisit për të cilat ne jemi duke punuar nëpërmjet Ministrisë Mjedisit edhe në bashkëpunim me Bashkimin Evropian të respektohen dhe pa diskutim që është në qëllimet tona që projekti të miratohet, projekti të vazhdojë, pa diskutim brenda gjitha kushteve dhe standardeve që Bashkimi Evropian ka. Ibrahima njoftoi se Këshilli i Ministrave ka miratuar ndër të tjera 3 projekt ligje që synojnë transformimin dhe harmonizimin e kuadrit ligjor të shoqërive tregtare me ato të Bashkimit Evropian.